Realitimi zyrtar, firmosja zyrtare ka ndodhur në momentin që ka ardhur në pushtet Trumpi. Tashmë është bërë publike. Por realisht ka filluar që atëherë. Janë kapur edhe disa grupe të akuzuar si njerëz të cilat në Venezuelë. Edhe kjo është Maduro ka pranuar të jap dorëheqje, po Shtetet e Bashkuara nuk e kanë pranuar që të vendosë vendin e vet. Është një bisedë shumë e gjerë, e cila funksionon që nga krijimi i kësaj Trendelagua, pra që është ky grupi. Ky Trendelagua është një grup i formuar në vitin 1980 ca nga CIA. Për kontrabandën e drogës nga Venezuela në drejtim të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe është kontrabandë e nxjerr publikisht nga DEA. Pra DEA e ka bërë publike këtë kontrabandë, ka akuzuar oficerë të CIA-s me emër dhe mbi emër për këtë gjë. Po dihet që CIA me parat e drogës bëhet. Dakor, po kjo është faktike. Kjo është faktike, pra. Po. Kjo është faktike që ka bërë. Dhe tashmë po përdorin të njëjtën gjë që kanë krijuar atëherë, që e bën pra dhe po e përdorin tash. Siç krijuan ISIS-in atëherë dhe pastaj fillon të njëjtat gjëra janë pra. Në lindjen e mesme krijon organizata terroriste, kurse në Amerikën Latine këta krijon organizata që kanë lidhje me drogën. Kontrabandiste. Pra, është i njëjti mentalitet, e njëjta ide në koncept, vetëm se ti je emër terrorist, ti je emër kontrabandist, pra. Ka asgjë për të arritur qëllimet e tua politike hegemoniste që ti kërkon të arrish.